Nderuar miq, do të flasim për protestën e Partisë Demokratike, e cila ka nisur me pak minuta vonesë për shkak të rreshjeve të shiut, e treta kombëtare brenda pak kohësh, por çfarë do jetë ndryshe nga dita e sotme, edhe është ky kilometri i fundit apo jo? Për këtë do të flasim në një bisedë me zonjën Alesia Badhiu, avokate pranë Partisë Demokratike, por që kërkon reformimin e saj. Alesia, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Alesia, si ju duk fotografia e parë Berisha niset drejt të kryeministrisë, në krah, në flamur noka, Luciano Boçi, Xhelal Mziu. Pra çfarë na ndryshon nga kjo protestë nga të tjerat, përveç shiut, që normalisht do interpretohet si bereqet? Atëherë unë e kam thënë dhe risem që nëse protesta nuk arrin të japi një rezultat, i bie të kthehet në një ritual i cili dihet përfundimi nga populli. Regjimi pa diskutim nuk rrëzohet duke protestuar ti një herë në muaj. Nuk është i rëndësishëm mobilizimi i qytetarëve sesa i mobilizimi i demokratëve sesa është mobilizimi i qytetarëve. Sepse ti militantët e partisë tënde i ke, ti duhet mobilizosh. Pra ju po thoni që është një protestë partijake, nuk është protestë qytetare. Jo, protesta tani për hir të vërtetës është një protestë e cila i shërben qytetarëve, është një protestë sepse ka boll arsye për të protestuar, ka pak kënaqësi reale nga qytetarët dhe pa diskutim unë jam pro protestave sepse janë një mjet demokratik për të shprehur mendimin ndryshe dhe për të reaguar ndaj padrejtësive. Por sa e besueshme është kjo protestë, kur në krye të saj janë dy individ cilët janë në hetim nga spaku. Ne po kërkojmë të ishim ballu për shkak të korrupsionit edhe të gjithçka e çka akuzohet, nga ana tjetër në krye të protestave kemi Berishën që është në hetim në SPAK, kemi Flamur Nokën që është sekretari i përgjithshëm numri 2 i PD-s që është prapë në hetim nga SPAK-u. Dhe këtu bie besueshmëria e protestës sepse njerëzit mendojnë që kjo protestë bëhet për mbrojtje dhe mbivendosje nga drejtësia sesa realisht bëhet për qytetarët, por që ka arsye për të protestuar pa diskutim që ka. Unë kur bëj kritikën nuk e bëj në kuadër të atyre demokratëve të thjeshtë dhe ndershëm që janë aty për protestuar për të drejtat e tyre dhe siç e përmenda që protesta është e drejtë, por leadershipi aktual edhe kupola e cila e drejton aktualisht protestën ka humbur besueshmërinë dhe mobilizimi i qytetarëve nuk vjen për të ricikluar figurat cilat e kanë humbur besueshmërinë. Sepse ti po kërkon të bësh ndryshimin me individ që kanë humbur 4 herë. Ato individ kanë qenë pushtet. Dhe nëse ne kemi Ramën si antivlerë, ne duhet të vëmë përballë Ramës një vlerë. Nuk mund të vëmë individ cilët kanë probleme me faktorin ndërkombëtar dhe kanë probleme me drejtësinë në shtetin shqiptar, sepse kështu nuk prodhon dot ndryshimin. Ndryshimi vjen vetëm me vlerë. Sepse një antivlerë duhet të ketë përballë një vlerë, në mënyrë që të bëhet diferenca. Po pritshmëritë, mendoni që pse bën Berisha këtë për të ngritur entuziazm kilometri fundit, pra pritshmëritë rriten në maksimum, protesta mbyllet, edhe është si në kohën e Bashës si e rrëzuam Ramën. Ndërkohë që pra zhvillimi është edhe më i madh nëse rriten pritshmëritë. Në qoftë se qëllimi i protestës është të mbajë gjallë elektoratin blu dhe demokratët dhe të jetë mobilizimi militantëve, atëherë këtë qëllimi ka arritur Berisha. Por në ndjenjën time qëllimi është që këto të garantojnë qeveri teknike dhe më pas zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe për ta bërë këtë gjë, ato duhet pa diskutim të kenë një protestë, ndryshe të kenë një protestë në cilën ato të bëjnë presion dhe të japin rezultat çka pret populli dhe mos ta kthejnë të protestë në një ritual që dihet se si përfundon, dhe nga ana tjetër çka është më rëndësishmja është që Sali Berisha mund të ngrijë militantët e PD-s, por është fakt që Sali Berisha sot nuk e ngren dot revoltën qytetare dhe pa diskutim që masa nuk e mbështet, se ku ke parti në një vend të botës si ndodhin gjithë këto skandale e qeverisë dhe të vazhdojë akoma të qeverisi e qetë. Ai qeverisi qet pa diskutim sepse ka atë lider që ka në krye të opozitës. Për mua është shumë e rëndësishëm faktori ndërkombëtar dhe për sa kohë Partia Demokratike ka mbyllur derën e faktorit ndërkombëtar. Amerikanët ata thonë që janë mirë andaj. Zotriku ishte lideri i opozitës, unë e pash liderin e opozitës në Amerikë. Po, gjithaj lobim që u bë andaj, nuk besoj se u bë kot. Lobimi mund të bëhet nga mëngjesi deri në darkë,
por fakti është fakt. Sali Berisha është i padëshirueshëm në Amerikë. Dhe përsa kohë Sali Berisha ka dhe akuzën e korrupsionit nga shteti më i madh amerikan, nuk mund të jetë vlera që do rrëzoj Ramën. Në opinionin tim dhe pa diskutim që për mua Partia Demokratike është parti fituese në momentin që riformatohet dhe ndryshon leadership. Me këtë leadership është mbyllur raporti ndërkombëtar. Kemi që kur është zgjedhur zoti Berisha në krye të PD-s-s nuk ka shkelu tek dera Selis Blu një ndërkombëtar të bëj një takim zyrtar dhe formal. Sepse Sali Berisha nuk është më opsion as ndërkombëtar as kombëtar. Po këto deklaratat media që kompromentojnë një pjesë të figurave të opozitës si të lidhur me shumicën socialiste, jo tendera, jo dalja në përgjime, besoj edhe kjo e ka ullë. Po patjetër më ke rastin konkret të një deputeti në Elbasan i cili ka përfituar tendera familjar të vet qoftë vogël nga qeveria. Dhe në momentin që ti që qytetarëve jep këtë mesazh kur je deputet dhe përfiton tendera sado me para të vogla apo shifra të ulta, përfitim është. Sot ke qytetar, ke pa diskutim dhe demokrat që nuk gjendon më një vend pune, jo më t'jesh dhe deputeti PD-s dhe tenderat i marrësh. Po për rastin e Dashtullës, kush e ka fajin gjykimin tuaj? Berisha që e largoi apo Dashi që zgjodhi PS-n? Tani, pyetja është shumë e bukur dhe ju falenderoj shumë abët. Zoti Sula, për mos është miku im, ka qenë dhe një ndër luftëtarët në vit parë për Partinë Demokratike. Kemi qenë pjesë e një gare të cilën ne hym me shumë dashamirësi për të punuar, për të kontribuar, për të fituar. Zoti Sula fitoi mbi të gjithë. Ishte i preferuari i demokratëve të sharkut të Elbasanit. Por zoti Noka nuk e pa që të arsyeshme që ai ishte pjesë e listës. Duke mos respektuar kështu garën, duke mos respektuar primarët, duke mos respektuar antarësinë e qytetarëve të Elbasanit. Dhe pa diskutim ato e lanë jashtë liste, që për mua është pa drejtësi, sepse në moment që ti vjen në një garë tjetri fiton, duhet absolutisht të respektosh dëshirën e antarësisë të partisë tënde zotre. Unë mendoj që kjo është e drejta. Tani nga ana tjetër, zoti Sula u la jashtë familja e tij politike e përzurit. Noka i tha Ikson nuk të dua, nuk do jesh aty. Pastaj çfarë vendimi merr zoti Sula pas një viti, sepse ka kaluar praktikisht një vit nga zgjedhjet, është një vendim i tij personal, ndoshta unë nuk do e bëja, por as nuk e gjykoj, sepse ju nuk do ta bënit, por as nuk e gjykoni, por do ta bëja, por nuk e gjykoj, për një arsye të vetme, sepse çdo njeri është i lirë të marrë vendimet e tij. Në moment që ky njeri nuk ka një parë që hodhi gurin ndaj partisë vet, ai njeri ka të drejtë bëjë çfarë të dojë sepse ndihet i trastuar dhe ndihet jo i respektuar nga familja e tij politike. Familja e tij politike i tha ik, kur ai punoi në diasporë, punoi në Elbasan, fitoi mbi të gjitha dhe në fund të ditës është ajo shpreha që thotë zoti Saliani, Berisha ka alergji nga fituesi. Më dolet te Saliani po dhe diçka te kjo se nuk do ta bënit, nuk do ta gjikoni. Zoti Sula dhe unë dua të jem e vërtet me publikun. Unë ndoshta vetë nuk do ta bëja, por nuk kam të drejtë ta gjykoj për sa kohë nuk ishte i pari që trastoi. Po oferta keni pasur apo jo? Urdhëro? Ju oferta keni pasur? Po pa diskutim që po, unë kam thënë edhe. Keni fjalën nivel në lokal apo qendror? Qendror. Edhe ju nga veti malli? E kam thënë edhe në media të tjera, por unë jam e djathtë në bindjet e mia, i besoj ideologjisë. Edhe Dashi ashtu ishte? I besoj, të thash edhe një herë, është një vendim personal që e respektoj, sepse ka qenë realisht kontributor i vyer i Partisë Demokratike, i dashur nga demokratët e Sharkut të Elbasanit, i votuar me votë dhe jo me shok, me emërim, siç vuri Flamur Noka listën që doli 10-4 dhe unë kur dikush hyn në një garë dhe fiton kam respekt maksimal për fituesin dhe pa diskutim ndryshe nga Berisha nuk kemi alergji për fituesin. Po do ta rrezoj Saliani Saliun. Tani Saliani është një djalë i ri i cili ka bërë burgun për Partinë Demokratike, është një djalë i cili kërkon që PD-ja të jetë fituese, është një djalë i cili kërkon që të paaftit mos jenë listë mbyllur të Partisë Demokratike. Ai kërkon që të hapet gara, kërkon një riformatim që PD-ja në opinionin tim e ka të nevojshme
që tjetë alternative e besueshme për qytetarët, në të kundërt, siç thotë edhe Aristoteli, një forcë politike e cila nuk arrin të rigjenerohet është e destinuar të denigrohet. Dhe përballë këtij fakti, Partia Demokratike pa diskutim duhet të respektojë standardet që vetë ka kërkuar Nenien Basha, që kryetari që humb zgjedhjet nuk duhet rigarohet, dhe pastaj që të kërkojë që gjithë anëtarët të respektojnë statutin, mendoj që leadershipi aktual duhet ta respektojë veti parë. Po Saliani është me rrezikuar kur ka qenë brenda apo tani për jashtë? Në ç'të kontekst? Po situatës politike kam fjalën. Situatës politike unë e shoh më energjik se kurrë për të thënë vërtetën dhe për të riformatuar Partinë Demokratike. E shihni me tym të bardhë në fund. Unë e shoh pozitive lëvizjen e zotit Saliani, sepse është një lëvizje e cila kërkon që PD-ja të jetë fituese. Është një lëvizje që po kërkon që e vërteta të thuhet me zë të lartë. Është një lëvizje e cila nuk po ankohet dhe të shaj sa herë humben zgjedhje. Është një lëvizje që kërkon zgjidhje. Dhe zgjidhja kërkohet duke ballafaqësuar me të vërtetat, jo duke bërë tradhtar dashin dhe shumë kush që PD-ja i ka pasur aty kapital vote dhe nuk e deshi. Dhe pastaj kur ikën pas invitit e dikush tjetër thotë trastoi, trastin e bëre vetë zotëri i parit, duke trastuar garën, duke trastuar dëshirën e anëtarëve të partisë tënde, pastaj flasin për gabimet pa diskutime dhe të këtij të fundit e pranoi postin apo jo. Një mendim kështu nga demokratët e bazës, nëse do marrin versionin që Berisha po i bën protestat për të forcuar partinë përpara zgjedhjeve të prillit, ku edhe ai do kandidoj. Nuk ka nevojshme fare ta bëj për ta forcuar para zgjedhjeve, sepse te zgjedhjet në moment që garon Berisha nuk ka zgjedhje. Ka vetëm konfirmim. Edhe nëse garon Saliani përballë, të mos bëhemi naiv politik. Po Saliani s'do le të garoj fare, ai po garoi vetë. Se ka vetë përjashtuar, ka shpikur termin vetë përjashtim. Tani deputeti Elbasanit voton Suel Shelën ku ka qenë antar i Këshillit Bashkiak me zë dhe me figurë, ky e bën deputet listës mbyllur. Saliani na akuzon për lidhje me krimin pa pas asnjë fakt. Është bërë qesharak. Ju keni thënë që do doni të ishit avokat e Ballukut, po se di ndoshta po e Nokës? Nuk e kam thënë atë gjë, më kam pyetur nëse do ta merrje çështjen e zonjës Ballukut dhe kam thënë nga ana profesionale pse jo. Po të Nokës nga ana profesionale? Në momentin që jam bërë avokate, jam në shërbim të popullit. Avokatja Nokës nuk do bëhesh kurrë, pasi aty ku kam konflikt personal, interesi, nuk mund ta përfaqësoj në mënyrë objektive klientin. Kështu që unë jam një profesioniste dhe pa diskutim që puna shifet me objektivitet. Kështu që nuk do isha objektive në mbrojtjen ndaj zotit Noka. Pasi kam një luftë politike me të hapur dhe pa diskutim kjo luftë është për parime, është për meritokraci, është për gardë, është mbi gjitha për një PD më të mirë. Ka pas kontakte nga PD-ja që të bëni një hap pas ata që të Pa diskutim që po, ka pasur shumë dhe vazhdojnë të kenë që thonë Alesia, mos me doktorin, por që unë nuk bëj kompromise. Doktori jo vetë, besoj? Jo, doktori jo vetë. Kam dhe diçka të fundit në këtë situatë aktualisht, opozita thotë që qeveria është në pikën më të dobët të saj kritike. Ndërkohë që vetë opozita thotë është në momentin në saj më të mirë, pra shkon tek kilometri i fundit aty ku e nisëm. Po në gjykimin tuaj, nëse do bëheshin zgjedhjet sot, si do dilte Partia Demokratike? Atëherë që qeveria është në momentin e vet më të keq, kjo dihet, nuk ka nevojë për koment, por shqetësimi është pse opozita nuk pa arrin të frymëzojë qytetarët dhe pa diskutim të mbledhit gjithë në shesh, të ketë qëndrueshmëri protest edhe të japi qeverinë teknike dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pse nuk frymëzon Partia Demokratike, apo sepse leadershipi aktual ka problemet me drejtësinë dhe ndërkombëtarët? Këtu e ngrej pyetjen më të madhe në lidhje me këtë fakt. E dyta, nëse hym nesër në zgjedhje me këtë PD që është sot aktualisht, me këtë leadership, PD-ja humb. Pra, aman, në moment që Partia Demokratike ka një leadership të ri, ka një riformatim është fituese. Po Këtë kam bindje sepse kjo qeveri nuk ka çfarë thonë.
Këtë e kam bindje, unë në kritikave të mia ndaj leadershipit dhe kupolës vjetër humse dhe dështake i shëndroj, por pa diskutim që PD-ja ka dhe kapacitete, ka individ me integritet, me vlera, që kanë për kauza të drejta dhe që pa diskutim duhet që kontributi i tyre të kthehet në një kapital dhe nesër pa diskutim të jenë alternativë qeverisës, sepse sot kur përmendet sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, gajasen qes. Nga gazetar, tek qytetar, tek mjek, tek gjitha llojet e profesionistëve. Kështu që duhet jetë serioze. Por nga zgjedhjet e 11 majit të vitit kaluar nuk besoj që do ishte akoma nëse do bëshin zgjedhjet sot në vend numëro. Sepse duke marrë parasysh edhe atë që ka ndodhur nga shumica, pra nëse atëherë ka qenë 200-300 vota, lutem të kishe zgjedhjet lokale në tani edhe e 5 i përfunduar, e 5 i doli PD-ja. A kishe zgjedhje lokale tani? S'ka më shumë muaj që ka kaluar zgjedhjet lokale, që fitojnë 5 bashki. Pse? Sepse kanë humbur besueshmërinë figurat e vjetra të Partisë Demokratike, sepse këto figura kanë pasur pushtet, këto figura janë ezauruar, këto figura zotëri janë refuzuar 4 herë me votë popullore. Ndryshimi mund të bëhet pa diskutim vetëm nga qytetarët dhe nga kutia votimit. Nuk bëhet ndryshimi sepse ti po tregon të keqen e tjetrit kur ti je në netin vetë në spak. Duhet bëj populli diferencën, duhet jetë qytetari që të shohë votën tek kutia, tek besimi që t'i japi, integritetit partisë, po dhe të personi që e përfaqëson partinë. Çfarë kuptimi ka Tiki Belinda e di flamuri? Dhe flamuri në netim është nga Spaku. Pra ju nuk për ta mbyllur nuk është se shihni dritë fund tunelit, nuk keni besim. Unë kam besim tek riformatimi i Partisë Demokratike dhe kam besimin që kjo forcë mund të jetë forcë fituese në momentin që figurat të reja të pa korruptuara dhe pa një të kaluar me probleme, siç e ka leadershipi aktual, qoftë ndërkombëtar, qoftë me drejtsinë aktuale, do mund ta çojnë këtë parti të eci përpara dhe të shohë aty dritën, jo vetëm për partinë e saj, por për gjithë shqiptarët që janë lodhur nga kjo qeverisje korruptuar dhe pa diskutim që duan ndryshimin e madh. Por ndryshimi i madh fatkeqësisht nuk vjen me këtë leadership. Këtë e kam bindje time personale. Alesia, unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit ju.